Zoti Xhemal Agolli ju drejtua Partisë Demokratike për të sjellë zë lidhur me pretendimin e tij për mohimin e drejtës pronës nga Bashkia Kamës. Zotëria, si pronar i lishëm i pajisur me certifikat pronësie, plan e rilevimit dhe hartën kadastrale referente, denoncon përballjen e tij me një akt arbitrar të Bashkisë Kamës, e cila ka vendosur një tabelë në pronën e tij, duke shpallur atë si pronë të bashkisë. Në përgjigje të ankesës së zotit Agolli, me anë të shkresës së saj datë 24 shtator, Bashkia Kamës tekston se referuar dokumentit bashklidhur që ka paraqitur ankimuesi rezulton se pasuria për të cilën ai disponon dokumentin e pronësisë pozicionohet grafikisht mbi pronën e certifikuar në emër të Bashkisë Kamës. Në këto kushte, zoti Agolli i kërkohet të saktësojë dhe të azhurnojë hartën kadastrale. Bashkia Kamës citon se pronësia e saj mbi pasurinë buron nga një vendim i Këshillit të Ministrave i vitit 2013 për miratimin e listës përfundimtare të pronave që transferohen në pronësi të Bashkisë Kamës, dhe prandaj pasuria është transferuar në pronësi të kësaj bashkie, gjithashtu është certifikuar në vitin 2020 dhe harta kadastrale është rifreskuar në vitin 2024. Por zoti Agolli disponon një shkresë të vetë Bashkisë Kamës të datës 22 maj 2015, pra 2 vite pas miratimit të VKM-s mbi të cilën sot bashkia pretendon pronësinë, e cila konfirmon saktësimin e dokumentacionit si dhe numrin e pasurisë. Në këto kushte, Partia Demokratike kërkon nga institucionet përgjegjëse të reflektojnë në shqetësimin e qytetarëve për t'i dhënë fund abuzimit me të drejtën e pronës si një drejtë themelore e garantuar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Faleminderit.